I lutem, kemi një reagim të një ndjekësit e emisionit tonë, thotë jo gjithmonë është i keq informaliteti, kam për të 3 panelistët e nderuar sonte, dhe për strukturën tonë ekonomike është i nevojshëm dhe jetik, derisa të hymë në një rritje të qëndrueshme. Ju lutem 1 minutë opinionin tuaj lidhur me këtë... Po, Richelieja në shekullin e 14 ka thënë që korrupsioni është çështje kohe. Ka një teori që thuhet që shërben si naft për ekonominë. Lubrifikant. Po jo 50% e ekonomisë informale? Jo 50%. Kam qenë për amnisti fiskale. Por jam dakord me zotrin. Ju pëlqen paqja fiskale? Jo. Shiko, 1 sekond. Lidhur me zotrin që thotë, do me thënë, edhe informaliteti ishte i domosdoshëm. Më duke se kaloi cakun kë informalitet. Po, e kaloi, kemi 30 vjet në një ekonomi informale. Dhe unë kam qenë para shumë vitesh, kam qenë partizan, luftëtar. Të ardhur momenti them stop. Isha për një paqe fiskale, të bënim të shuani parat, kishin ardhur zero edhe mos e bëjmë më. Po të vazhdojmë akoma me informalitet e s'dihet, kemi kaluar një brez është 25 vjet. Momenti për t'i thënë stop, zoti Braga. Mund sjell përfitime afat shkurtra, por jo afat gjata, sidoqë të jetë puna, gjella me krip dhe kripa me karar. Atëre i tham, po kalojmë këtë tema ju e preferuar, profesor Ceko. Ne do bëjmë kështu, unë do ta heq orën, do ta vë këtu përpara. 3 minuta. E pra që të racionojmë edhe kohën. Fjalë bura, sepse jemi në pjesën e 3. Tani, kjo çështje shpenzime ushtarake, ekonomizoni ju lutem. Kjo çështje shpenzime ushtarake është mirë me sa atë. Këtej kemi angazhimin tonë në NATO, që thot 2% e produktit përgjithshëm kombëtar. Produkti përgjithshëm kombëtar që ka 26 miliard euro. 2,26 pjesën për 100, del 560 milion euro. Në një kohë që ne kemi dhënë 150 ushtrisë. Kush na doli 560? Jemi 1/3. Po. 26 i thon 260 milion, 1%. Jo. 2%? 2 pra 26. 520? Jo, pra. Po pra, ato po themun. Ne po japim 150. Në fakt duhet japim 520. Po japim 100 milion më shumë këtë vit 2026. Po është 150 totali. Është 150 totali. Po kemi patur një bazë shumë të vogël, Po, kjo është shumë e drejtë. Nëse fillon nga një bazë e vogël dhe kërcen shumë, rritja është e madhe. Ndoshta edhe vitin tjetër t'i japim 100. Jo. Tani, nuk mbet ekuilibrin, sepse ushtria ka 2. Kaloj 1 minutë. Ushtria, po jo, po s'po më lë ti, po ma merr minutën. Ushtria ka 2 parime kryesore. Ushtria në kohë lufte mbron atë dheun, ama ushtria në kohë paqe bën punë civile. Përse kjo qeveri bën Prokurorinë Publike dhe ushtria nuk futet që të bëj punë civile? Pse është reduktuar numri i atyre që janë në forcat e armatosura? Pse u hoq shërbimi detyrueshëm ushtarak? Aq më tepër që tani ne jemi, si tha kryeministri dje, Shqipëria thash i vend tha që nuk do me qas Rusinë në Ballkan. Do në ti ke shpall luft. Qa gjendje keti me dy fqinjët që historikisht për 2000 vjet kanë qenë kundra Shqipërisë? Politike jemi në... Jo, më sa për 2000 vjet ne kemi dy fqinj që 2000 vjet kanë dashur ta ndajnë Shqipërinë për gjys. Shqyr që futëm NATO. Po, jemi në raporte miqësore tani me fqinjët tanë. Nuk mund t'i shohim si ndarës të përjetshëm. Raporte miqësore me ata që në 97-ën dolën aty me generalet... Ju lutem, nuk harrojmë historinë, por sot... Nuk do të harrojmë historinë. Familje e përbashkët për të futur në familjen e marrë. Përveç ushtrisë që duhet shkoj plus shumëzime 3, kemi forcat e rendit. Nuk dihet sa janë për forcat e rendit. Duhen edhe ja 500 milion për forcat e rendit, sepse ne kemi probleme me efikasitetin e ndërhyrjes forcave të rendit. Dhe duhet përmirësojmë dhe teknologjitë, edhe inteligjencën artificiale, edhe këtë pjesën e sigurisë kibernetike, se janë pjesë këtu e fundet e rendit. To janë shumë mendime me vlerë. Dhe shërbimet sekrete. Tani, shërbimet sekrete në çdo shtet janë pika më e errët e buxhetit shtetit. Dhe ne këtë e dim. Ama ne duam i gjë. Më shumë para për shërbimet sekrete. Shërbimet sekrete duhet financohen, që sekretet shqiptarët mos na i marrin ata, dhe ne atyre t'i marrim sekretet e atyre. Dakor, e lëm këtu sepse... Po kjo nuk bëhet. Kjo s'bëhet pa këto. Dakor. Duhet. Zoti Subashi, në gjykimin tuaj, shpenzimet e rritura ushtarake, kuptohet që është edhe atmosfera e kohës, është kontributi për sigurinë evropiane, kemi situatë shumë përfitime dhe duke treguar vullnet të mirë, edhe pse 2% ka të drejtë profesor Ceko, nuk e kemi arritur. Në gjykimin tuaj, jemi në rrugën e duhur me shpenzimet për mbrojtjen?
Shiko, unë e shikoj sidomosdoshmëri dhe më pëlqen orientimi edhe i buxhetit të shtetit në drejtim të ushtrisë. Me kaq. Se jemi në një situatë 2 minuta na janë ngri Niku jon. Le t'ja japim të tjerëve, është vetë situata ndërkombëtare dhe europiane që po orientohet në këtë, sidomos në armatimin e ri. Faleminderit. Keni 2 minuta e gjysmë atëherë. 2% që ne kemi kaluar, sepse buxheti për Ministrinë e Mbrojtjes për vitin 2026 është 63, më shumë se 63 miliard lek. Kështu që shkojmë në 2. Më shumë se 520 milion euro që është 2%. Të kujt? Në total. Të kujt? 2% e kujt? E prodhimit kombëtar, pra, e GDP-s. Nuk e kaloj. Janë 630, më shumë se sa 630 milion euro. Po, pra. Por nëse Po, 150. Po nuk është 150. Po, 150 edhe 100, Buxheti për 150. Ministrinë e Mbrojtjes për vitin 2026 është 63 miliard lek, që nëse do ta konvertojmë. Më shumë se 2%. Shumë mirë. Aktual të këmbë. Lajmi mirë, duhet jemi të kënaqur, sidomos ju, profesor Cek. Ne të kaluam për Ta mbaroj zoti Bra. Kemi pasur 1.9%, 1.8%, në 2024 ne të kaluam 2%, këtë vit jemi 2.4%. Por E kujt? Më shumë se 2%. Jo e buxhetit shtetit, e GDP-s. prodhimit brendshëm brut. Po pra, 2% e 26 miliard, pjesësim për 520 milion, ai po thotë që është Kemi më shumë se 630. 630 milion, miliard lek që me kursin aktual të këmbimit. Akoma dhe më shumë, 650 pa frikë. Pra jenë 130 milion euro më shumë se sa niveli minimal 2%. E kemi kaluar. Por jemi larg atij objektivi ku liderët e vendit standard. Dakor, ama po shkojmë drejt 2.5%. Është koha për 5%. Kjo është një ranë e medaljes. Është koha për 5%. Nimi po u ankove se i kishin vetëm 150 milion, kështu që është në rregull zoti Braka. Ta mbyllim këtë diskutimin për mbrojtjen? Mendoj që ka shumë retorikë dhe pak investime dhe pak arritje të paktën deri tani. Shpresojmë që po të ketë investime reale, të hapen fabrika, të punësojnë njerëz, sidomos në vendet më të pak zhvilluara. Ne kemi patur një fabrikë në Poliçan për shkak të armatimit. Mjekës po, të Elbasanit po. Dhe do t'i rihapim, por të paktën deri tani edhe me krijimin e Kajos, duket sikur akoma kemi ngecur të ato aktet në ligjore. Shpresojmë të kalojmë shpejt pa burokracinë punës fizike. E domosdoshme. Mirë, mirë, po të kemi lek, i rregullojmë në kodit çan. Paktën jemi më shumë se 2%. Profesor Ceko, pjesën tjetër siç ram dakord, në gjykimin tuaj, si është ky projekt buxhet? Ndihmon uljen e borxhit publik? Është një tregues i rëndësishëm për ekonominë tonë. Pavarësisht se qytetarët duhet kemi parasysh gjë. Po si borxhi i shtëpisë. Sa më shumë rritet produkti i përgjithshëm kombëtar, aq më shumë shanse kemi që të rritim buxhetin e shtetit dhe aq më shumë shanse kemi që me një buxhet më të rritur që ndihmon ekonominë të shlyejmë borxhin e mparshëm. Drejt. Dhe duke shlyer borxhin e mparshëm, hapet një dritare edhe për të marrë borxh të ri. Ne këtu kemi diskutuar disa herë dhe kemi qenë dhe kritik ndaj marrjes borxhit të ri, por tani duket se ajo balanca ka ndryshuar çik, domethënë janë krijuar disa çështje që ne edhe mund ta optimizojmë më mirë borxhin publik. Dijeni mirë duke që marrë ulet gradualisht. Po patjetër. Pak ulet. Shiko. Po nëse flasim për vlerë absolute, kemi çik problem se çdo shqiptari i takon $5.000 për person borxhi publik. Në një kohë që para 3-4 viteve kishim 1.500. Apo ja? Por janë rritur detarët. Po janë rritur detarët për frim. Kështu që duhet ta shikojmë çik edhe këtë pjesë. Jemi mbi 10.000 euro për. Se është tjetër të flasësh me shifra relative me përqindje dhe është tjetër të flasësh me shifra absolute. Tjetër, ka rënë numri i popullsisë. Kështu që pjesa e borxhit publik për person rritet, sepse ka rënë numri i popullsisë. Nga 3.4 ka vajt 2.4 milion. Kështu që rritet në këtë formë. Pra, edhe këto janë tregues shqetësues. Po patjetër, janë tregues shqetësues. Megjithatë totali është më mirë se ka qenë në parim. Po e ulim borxhin. Si për çdo familje që ka më pak borxh, ndihet çik më e lirur. Kështu duhet të ndihet dhe Shqipëria jonë me këtë projekt buxhet? Që unë nuk kam frikë nga borxhi, as nga kredit. Ta them realisht. Unë kam si japonezët. Patjetër unë besoj mua më pëlqejnë qeveritë sfiduese, guximtare, ne marrim para pa borxh. Vetëm të guxojmë. Vetëm të guxojmë dhe investojmë. Si Braka, jemi në si thuaç parametra Terezitës dhe i diku me uljen e borxhit. Borxhi është një instrument i kapitalizmit dhe sigurisht duhet parë në dy. Amerikanët thonë linda me borxh do vdes me borxh. Shiko,
problemi Ta mbaroj, zoti Braga. që kemi pasur është që kur kemi ulur borxhin publik, na ka kapur një lloj deliri dhe aty i kemi futur ca shpenzimet pa planifikuar. E kemi rritur me vërtik me njërë. Kemi shkuar prapë tek rritja e borxhit, sepse duhet ta pranojmë që deri më tani qeveria ka qenë e bekuar për shkak të zhvlerësimit valutave. Shumë e drejtë. Borxhi i jashtëm është ulur shumë fort. E borxhit publik është borxhi i jashtëm. Sepse është pjesa në euro. Dhe të tjerë, dhe sigurisht që zhvlerësimi i kursit këmbimit është kthyer në përfitim të madh për qeverinë, por nëse ndodhe kundërta, siç Fondi Monetar Ndërkombëtar në takimet e pranverës dhe jo vetëm ka paralajmëruar se jo çdo gjë, pra çdo proces ka ciklin e vet, por mund të ndodhi dhe e kundërta. Pra, ideja është që ne jemi mirë, pra jemi me një borxh publik i cili pretendon të shkojë edhe në 45% prodhimit brendshëm bruto. Duke trajektoria që është vësh për herë në rëndëse, domethënë atë shifër që ju e tha ta mbaroj zoti Braga, është e vitit 2030. Por nuk duhet i lejojmë vetes që të delirojmë dhe të bëjmë shpenzime. Pa delire. Ta ulim borxhin, po pa delire, se pastaj na kap marzia e madhështisë dhe harxojmë pa hesap. Dy parimet kryesore. I lutem regjis grafikun 4 ministrit që marrin më shumë. Dy parimet kryesore për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian janë dy parimet e Traktatit Maastrichtit 1993. Borxhi publik jo më i lartë se 6%, deficiti buxhetor jo më i lartë se 5%. Nëse ne arrim të menaxhojmë këto dy parametra deri në vitin 2030, paktën kemi fituar betejën ekonomike me Evropën. Betejë ekonomike, zoti Subashi, në gjykimin tuaj, ky buxhet do jetë betejë e ashpër ekonomike për të ardhurat. I lutem regjisë edhe një herë, faleminderit për të katërtën, por le të shikojmë edhe një herë të ardhurat buxhetore. Është si një ortek që rritet në kuptimin e të ardhurave më shumë. Ku do jetë betejë kryesore sipas jush? Tek bërja e shpenzimeve, sepse kemi patur problematika të mëdha që të arrim të kemi një përqindje të kënaqshme me zbatimin, kryerjen e shpenzimeve gjatë këtij viti. Shumë më tepër se në vitet e mëparshme. Nuk mund të apo të marrë sa më shumë para, e përmendit profesor Ceko që në fillim, unë nuk mund të them dot gjithë këto pare që po shpërndani ju pa hesap. Unë nuk mund të them për këtë buxhet më shumë nga synimi që ka thënë kryeministri që ka hartuar. Ai e fillove synimin e buxhetit. Apo flasim për synimin. Synimi i buxhetit ai thotë është social, buxhet social. Ky është qëllimi i këtij buxheti dhe unë përshëndes. Është social. Kështu thot ai. Kështu e kemi kryetitullin. Buxhet për pensionistët. Social thot ai, për ekonomi social buxhetetarit. Unë në këndvështrimin si opinionist, si gazetar, jo, këtë ka kërkuar ai. Nuk e zbet. Jo, shanset për zhvillim që Jo, nuk besoj. Shiko, këtë kemi Shqipëria është aq e varfër sa nuk ka shans që të mos bëjë buxhet social. Mbarojeni zoti Subashi. Çfarë do lloj qeverie buxhet social do bëj? Unë po flas për synimin dhe qëllimin që i ka vënë objektivin për këtë vit kryeministri i vendit. Ka fytyrë më njerëzore këtë më njerëzore, pra më social them unë. Në çfarë u pëlqen më shumë? Po, jo se më pëlqen. Unë e di pse më pëlqen mua. Ngele duke thënë. Jo, më pëlqen. Jo, thash ti më thatë kush është synimi, ju, më fal, më thatë kush është synimi. Jo, s'ka problem. Dhe unë jo, më tërkoj ndjes, megjithëse koficientit, patjetër. Megjithatë, unë po them tjetër gjë, nëse do të flasim për buxhetin përgjithësi, unë them, është i arrit politikisht si buxhet, është i maturuar ekonomikisht, është sfidues në institucion të veçanta, në të njëjtën Cila është sfida më e madhe? Shiko, ti kënaqi pensionistët, të kënaqi urinë e madhe për zhvillim që kemi? Jo, sfidus, unë thash sfidus në institucionet veçanta, për shembull, tham për Ministrinë e Mbrojtjes, është sfidus për këtë vit. Është sfidus. Tham për bujqësinë, është sfidus. Tham për disa elemente të këtij buxhetit, kurse në ana sociale është i ndjeshëm. Pra, te ky buxhet, si analist, si opinionista, në këndvështrimin tim, qoftë një ekonomist i vogël, them që ka 4 element, pra, si arritjen politike, maturinë ekonomike, anën sfiduese institucioneve të veçantë dhe prekshmërinë ose tjetër. Sfida dhe arritje. Zoti Braga, në gjykimin tuaj, cila është sfida kryesore e këtij projekt buxheti? Zoti Çoçoli, unë mendoj që Shqipëria ka nevojë për pak leksione Nobeli, ata 3 nobelistët e 2024 dhe këta 2025, nëse do të bashkoheshin bashkë dhe do të shkriheshin aty te projekt buxhetit dhe paketa fiskale, ne do të përfitonim shumë, sepse 3 fituesit e çmimit Nobel në 2024 u vlerësuan nga Akademia e Nobelit pikërisht për faktin sepse ata sigurisht që e vlerësonin pjesën e buxhetit, pra të ardhurat që mund të kishte një shtet, por vlerësonin më shumë rolin e institucioneve se si këto të ardhur e shndronin në të mira materiale për qytetarët. Pra shkopi është tek institucionet, se si do t'i zbatojnë
këto politika Në që qoftë se ne nuk arrim të shndrojmë rritjen ekonomike pavarësisht diskutimeve nëse është 3.5, 4 apo 4.5, që për Shqipërinë si vend në zhvillim duhet të ishte sipas përcaktimeve të Bankës Botërore më shumë se 5%. Nëse ne nuk mund ta shndrojmë këtë rritje ekonomike në më shumë mirëqenie për qytetarët që të ndihet vërtet në xhepat e të cilit do, sigurisht do të thoya që misioni nuk është arritur, sepse në fund ditës cili është misioni i një buxheti? Ato taksa, gjithçka që paguhet, ti shndroj, ti mirë menaxhoj dhe ti kthej në më shumë mirëqenie. Është buxhet për mirëqenie ky buxhet? Tenton ta Kjo është fjalia e fundit apo? Ju lutem, kur ju pyes juve kam gjithnjë edhe pse nxorët orën përpara, profesor Ceko, problemin e kohës. Po ju lë kësaj radhe, jo fjalinë e fundit, as 30 sekondëshin e fundit, po ju them, keni 3 minuta të plota, por jo më shumë se 3 minuta. Po, pyetja? Atëre, edhe një herë, ky buxhet në gjykimin tuaj, sfidën kryesore, misionin, zoti Braga, për rritjen e nivelit të jetesës së qytetarëve, ka mundësi ta realizoj? Të ndikoj për mirë? Ky është një buxhet optimist, që duhet optimizuar, që këto para janë 9 miliardë euro, të shërben si nxitje për ekonominë. Dhe jo të përfundojnë. Ke institucionet. Dhe jo të institucionet ti kanalizojnë këto 9 miliardë euro. Institucionet të disa duar. Se pritani? Aty duhet i shikojmë neve? Po patjetër. Sy kritik? Sa do zbatojnë? 9 miliardë, investim për 2.4 milion, sa bëjmë për banor? Se është investim për banor kë? Buxheti është mirë në letra. Po. E thatë që në fillim. Po institucionet që do i zbatojnë këto letra? A janë të mirë ato? Puna është institucionet, bëhet fjala për aftësi, njohuri dhe kompetenca. A i kemi në nivelet e dura? Dhe për përgjegjshmëri. E kemi ato? Se mund të ketë njerëz që kanë aftësi, njohuri dhe kompetenca, po janë të papërgjegjshëm. Kush do ta sigurojë këtë përgjegjshmëri? Standardi. I kemi në standarde? Jo, nuk kemi standarde. Standardi ka procedura, procese rregullore dhe rekorde. Mbajtje dhënash. Në qoftë se një nga këto gjëra i mungon standardit, nuk funksionon sistemi. Inteligjenca artificiale? Inteligjenca artificiale mund të ndihmojë në, si thosh, në qartësimin se cilat janë procedurat, proceset dhe rregulloret. Standardi nuk plotësohet. Dhe inteligjenca artificiale mund të grumbullojë dhënat, të cilat ne na shërbejnë për të marrë vendime. Jemi më mirë të armatosur, meqense edhe ju pëlqen shpenzimi ushtarak me inteligjencën artificiale? Do na ndihmojë për të marrë vendime të përshtatshme. Jemi optimist që me standardet mund të ecim? Unë jam optimist që mund të optimizojmë sistemin duke patur procedura, procese rregullore dhe rekorde. Minuta e fundit pa ju pyetur. Po. Keni 1 minutë për shpenzuar. Ky buxhet është piktura më e arrirë e Edi Ramës. Kaluam edhe në krahun e artit edhe të pikturës, por unë do doja, zoti Subashi, fjalën e fundit. Mendoja, jo fare fjalën e fundit, por me qenë se u përmend për herë të tretë, kryeministri jonë i nderuar mos e përmendni ju për herë të katër, në përgjigjen tuaj, por dua të them vetëm kaq. 9.1 miliard euro për t'u shpenzuar me përgjegjshmëri, tha profesor Ceko. Ku e shihni ju këtë përgjegjshmëri? Vetëm ke njëshi i qeverisë? Jo, në qoftë se do mbetemi vetëm ke njëshi jetët, ky do na mbetet një buxhet në letër dhe nuk do kemi diçka. Pra, si mund ta kthejmë këtë buxhet në forcë konkrete veprimi dhe jo vetëm buxhet letrash? Ky kthehet në qoftë në përgjegjshmërinë dhe zbatimin. Një fjalë e përgjithshme. Jo, në përgjegjshmërinë e secilit që ka në dorë shpenzimet e këtij buxhetit. Pra po flasim për një planifikim shpenzimesh. Por ata që e menaxhojnë dhe shojnë deri në fund të qytetarët janë të tjerët. Pra në fundit duhet të ndjehemi të përgjegjshëm të gjithë, se të gjithë ata që kanë në dorë, që përfitojnë nga taksat, që përfitojnë nga këtë buxhet shpenzim. Zoti Braga, folëm edhe për politikën fiskale, folëm pak për natyrën e investimeve. Janë rreth, mos gaboj, 40 milion euro apo diçka më shumë që janë parashikuar për të qenë bashkëfinancim me projektet e Bashkimit Evropian. Sa e shikonin ndërthurjen e parave tona buxhetore për vitin e ardhshëm me projektet e planit të rritjes dhe të fondeve të tjera të Bashkimit Evropian, sepse shpresojmë shumë te këto. Ndoshta pyetja që më mungonte për sonte do ishte ajo e sa të gjelbër e shikoni ju këtë buxhet, sa pro transformimit energjetik që duhet të jemi të ta pranojmë.
para pak vitesh e kishim 98.9% prodhimin e energjisë son elektrike nga lumi, nga uji, tani nga lumi, po shikojmë pak, edhe mirë shumë bërim që përshikojmë nga dielli. Pra, i shikoni këto mundësi që të ndërthuren, pra, dhe politika buxhetore me përthithjen, ju e thatë me të drejtë që aftësia jonë përthithje se ende nuk është e mjaftueshme të fondeve nga Brukseli edhe nga plani Berlinit. Zoti Çosholi, u mendoj që për fatin e keq Shqipëria përpiqet që të jetë e para në botë, në Evropë, në disa drejtime ku nuk ka ndonjë rëndësi që të jetë. Jemi vendi i parë në botë me një ministre të inteligjencës artificiale, do të jemi vendi i parë në Evropë me identitet digital. Ne mund të jemi realisht vendi i parë në Evropë, mund të jemi madje edhe konkurrues në botë në drejtim të energjisë. Në këtë rast, nëse do të kombinoni me energjinë hidrike, ku aktualisht kemi 98% prodhimit në mbështetje. E kemi patur, më fani se tani kemi 11% e ndërpreva nga fotovoltaik. Ka ndryshuar një çika jo. Dhe nuk po shohin shumë nga qielli akoma. Ndërkohë që eolikët ende nuk i kemi në atë masë. Duan kohën se keni parasysh mënyra do pakën 4-5 vite. Ne mund të kthehemi në eksportues neto të energjisë elektrike nëse vërtet do të investonim me ato fondet që ne kemi, por edhe me investimet huaja, sigurisht që edhe me praninë e investitorëve vendas, por edhe të huaj, duke ju krijuar atyre klimin e përshtatshëm. Ka mbi 55 projekte të reja. Mund të ishim eksportues edhe në drejtim të bujqësisë, pavarësisht le të themi gjithçka që ka ndodhur në këto 3 dekada gjysmë tranzicion, sigurisht janë shumë, ju më mirë se sa unë e dini, le të themi, e keni të fotografuar në kujtesën tuaj se çfarë ka ndodhur këto vite, por mendoj që ende mund të ketë kohë për të rekuperuar, ne mund të jemi një vend eksportues në bujqësi, ka shumë drejtime përfshirë dhe industrinë ku Shqipëria në një farë mënyrë duhet jetë e sforcuar në drejtim të industrisë, sepse nuk e ka atë morfologjinë për produksion e tillë, por edhe aty mund të jetë. Nuk i ka këllqit praktikisht me fjalën më popullore që të ketë industri të shkallës, siç e thatë ju, edhe ekonomi të shkallës në industri dhe në bujqësi. 4 minutat e fundit, po e ndajmë, sepse e di që e keni me rak kohën dhe ju faleminderit për këtë korektësi. Atëre 2 minuta për juve, profesor Ceko, si e shikoni zbatimin e këtij projekt buxheti? Tani këtë gotën varet se si e shef. Gjysmë plot apo gjysmë bosh? Dikush e shef gjysmë bosh, dikush e shef gjysmë plot. Ju jeni ke gjysmë plota? Unë jam të gjysmë ploti. Jeni ekonomist i mirë. Po, për aq sa e njoh unë ekonominë shqiptare dhe ekonominë e vendeve të Ballkanit, duke grumbulluar, si thush, një historik të dhënash për të paktën që nga lufta e dytë botërore dhe në vazhdim. Aman, jo me historisë, edhe 1 minutë e gjysmë ngel. Duhet të theksojmë që Shqipëria duhet konsideru si një ekonomi 170.000 km2 dhe 6 milione gjysmë banor që janë to. Le t'i harrojmë kufit politik. Të mendojmë rajonalisht si një ekonomi shqiptare, sepse është e vetmja mundësi që të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, të krijojmë një ekonomi kombëtare për te kufive, të përfitojmë edhe nga këto fondet që janë në këto programet e Interregut, fondet që janë këto dimensioni rajonal, sepse është edhe një pjesë e mirë e projekteve janë që për të ketë një bashkëpunim ndërkufitar. Ashtu, shumë e drejtë. Tjetër, kemi shansin që në pothuajse të gjithë sektorët të vëjmë atë vullën tonë të zhvillimit, marrim sektorin energjetik. Nëse e konsiderojmë Shqipërinë e madhe, kemi mundësi për diversifikim të energjisë. Marrim bujqësinë. Nëse e konsiderojmë Shqipërinë e madhe, kemi tokë bujqësore të vëllezërve tanë, e cila mund të shërbej për të këmbyer produktet që realizojmë. Kemi këtë prodhimin e produkteve blektorale. Ajo pjesa e veriut Shqipërisë e ka bë zoti atë për të marrë me qingja, me keca, ashtu si që ka bërë. Ne prodhojmë vaj ulliri, t'ja çojmë atyre, ata t'na sjellin gjalp, se e mora kështu si shembull. Jo, e morë shumë bukur dhe ju falenderoj për këtë. Këto janë që na duhen. Ne prodhojmë gjëra tjera, ata fushë e Kosovës bën grurin. Iku. Na sjell grurin. Po ju ai iku. Këto janë gjërat që këto duhet të përqendrohen. Që duhet përqendrohen. Përfundimisht për buxhetin do të them. Matës i buxhetit do të jetë nëse fondet do të shkojnë në destinacion, ndryshe do të kemi të bëjmë me deklarata, kemi gërshetimin e rritjes ekonomike me orientim social dhe stabilitet ekonomik, kemi konkretizim nëse
bugjet konkret, por nëse mbetet vetëm në letër, ajo do të jetë pjesë e ciklit të politikës shqiptare. Sidomos ke realizimi shpenzimeve, keni drejt. Nëse lekët nuk shkojnë dhe nuk ndehet ndryshimi i jetës së qytetarit, atëherë do kemi një dokument të bukur dhe me shifra. Lekët shkojnë ke qytetari. Dua ta mbyll me ju, zoti Braka, ju kërkoj ndjes 1 minutë e gjysmë vetëm. Unë mendoj që është fakti pa mohueshëm që në këto vite, 2 dekadat e fundit janë bërë hapa para, por është dhe fakti pa kundërshtueshëm ajo ana tjetër që ne, sipas Berzhit, njësër raporte shtira ndërkombëtare, përfshirë edhe zyrtarët të Bashkimit Evropian, jemi 7-10 vite pas vendeve të Bashkimit Evropian. Sot, me rritjen ekonomike që ne kemi, bazuar të treguesit të ardhurave për frym, të borxhi dhe të gjithçka tjetër, ne kemi 7-10 vite për të kapur Bashkimin Evropian. Nëse do ri aty ku është. Nëse do ri aty ku është. Ne kemi si mision për mbylljen e kapitujve brenda vitit 2027, është një objektiv i arritshëm dhe antarësimin në vitin 2030. Bashkohem me zotin Ceko ku thotë që Evropa nuk mund të na pranojë si barr. Asnjëherë nuk e ka bërë, as Shqipëri nuk do ta bëjë, pavarësisht gjithçka e tensioneve gjeopolitike të tjerë. Kështu që gjithë to paratë që na jepen, fondet e para antarësimit, IPA, kohezion, plani rritjes, ata duan që ne të rritemi, të bëhemi gati që kur të shkojmë atje të jemi jo ndoshta të barabartë, po të ngjashëm me ta, sepse kemi buxhete që t'i shërbejnë pikërisht këtij misioni. Kështu që edhe ky buxhet duhet arrit synoj këto objektiva. Profesor Ceko, zoti Subashi, zoti Braka, ju faleminderit që ishin me neve sonte në Ekopuls. Kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.